Ashtu është, siç thotë edhe rezoluta, siç tha edhe kolegu im Sina pak më përpara, në sektorin e energjisë elektrike ka patur zhvillime shumë të rëndësishme. Mjafton të kujtoj që 13 vjet më përpara në këtë vend mungonte energjia elektrike për orë të tëra, ndërkohë që ndërmarrjet publike ishin në një kolaps plot edhe për shkak se qeveria e asaj kohe, sektori më të rëndësishëm strategjik vendit e kishte lëshuar në duar private. Degradimi që e pasoi ishte i dukshëm, edhe e kanë ndier qytetarët shqiptar jo vetëm me mungesën e energjisë elektrike në shtëpitë e tyre, në bizneset e tyre, po edhe me rritjen e vazhdueshme të çmimeve që vetëm një vit e gjysmë më parë ka njohur ulje. Por përtej këtij fakti, janë një 2-3 gjëra edhe më të thjeshta se sa kaq, që duhen parë nga enti rregullatori i energjisë, që nuk është aty thjesht vetëm për të miratuar politikat e këtij sektori, por mbi të gjitha për të mbajtur edhe përgjegjësi sociale. Shikoni, Prenush Lleshi është 85 vjeç. Jeton në Bathore, të Bashkisë Kamsës. Çdo ditë diele e shoh në derën e një kishe të rëndësishme këtu në kryeqytet. Ndërkohë që gjatë gjithë javës, pra ditëve të javës, e gjej në lagje duke lypur. Prap kërkon ndihmë. Një ditë ndaloi dhe më tha, kam 11 vjet që paguaj debin përkundrejt korporatës elektroenergjetike shqiptare. Degës saj, FSHU-s. 12 vjet. Paguan sipas një kontrate debin që ka patur 12 vjet më përpara. 20.000 lekë të vjetra në muaj. Dhe përtej kësaj paguan edhe faturën korrente mujore të energjisë elektrike. Kur ka filluar ta paguajë këtë ka qenë 73 vjeç. Tani ka shkuar 85 vjeç. Si Prenushi ka plot të tjerë që para 12 vitesh, për shkak edhe të situatës së rëndë që ishte krijuar në sektorin elektroenergjetik, ju dha mundësia të nënshkruani një kontratë për të shlyer me këste mujore debinë e tyre të energjisë elektrike. Pyetja që kam unë sot për erën, dhe natyrisht do ishte krejt logjike që të ishte edhe në rezolut përgjigja për të është edhe sa vite do të paguajë Prenush Lleshi, 85 vjeç, debinë që ka përkundrejt FSHU-s. Edhe sa vite. Të gjitha ata që kanë qenë 65 vjeç, 12 vite më përpara, sot janë 77, 78, 79, me radhë 80 e kusur vjeç. Unë mendoj që ka ardhur koha që debitet këtyre njerëzve, për më tepër kur janë të vetëm në familjet e tyre të falen. Boll me kaq. Kam paguar boll lek në harkun e këtyre 12 viteve për atë debi që ka pasur. Mund mos ta kenë shlyer plotësisht, mund të ketë akoma debi atje, po nuk ka pikën e rëndësisë më që një sektor që performon mirë dhe që natyrisht sjell ndryshime të vazhdueshme në shërbimin përkundrejt qytetarëve, ul çmimet, të vazhdojë të marrë ende nga këta njerëz në këtë moshë dhe të vetëm para debish. E dyta gjë që kam, ka të bëjë me procedurat për lidhjet e reja. Kontratat e reja të energjisë elektrike janë kthyer në makt. Jo vetëm Tiranë, jo vetëm periferitë saj, po për cilin do që ndërton një shtëpi. Makt për të lidhur kontratën e energjisë elektrike. Makt nga Rryshfeti. Dhe makt nga Rryshfeti për shkak të mungesës së qartë të transparencës. Pikërisht në këtë proces. Makt i madh. Dhe nëse ka një gjë me cilën e duhet merret, është të mbikëqyrë pikërisht procesin e lidhjes së kontratave të reja të energjisë elektrike nga operatori përkatës, në qytet edhe në fshat. Dhe e treta gjë që kam. Edhe unë ndaj një shqetësim me kolegun Sinaj për
energjinë elektrike, çmimin e saj për karikimin e mjeteve që përdorin energji elektrike për të lëvizur. Po unë zotësina e kam një shqetësim akoma më të madh. A e dini që biznesi më i rëndësishëm në këtë qytet këto muajt e fundit është kthyer biznesi i ofrimit të energjisë elektrike për karikim? A e dini që janë dhënë leje për të ndërtuar stacione të karikimit të makina mjeteve elektrike dhe zotruesit e tyre e shesin energjinë elektrike më shtrenjtë se sa çmimi i miratuar nga era? Ju thatë 22 lekë. Po keni në këtë qytet stacionet të karikimit mjeteve, pra të furnizimit me energji elektrike që e shesin 27 lekë, 29 lekë, 31, 35 lekë kam gjetur unë. Se mjafton të shkosh atje ke automati dhe të bësh porosin dhe del çmimi automatikisht atje. Pra, ka subjekte që po shesin energjinë elektrike që është një mall monopol i ndërmarrjeve publike më shtrenjtë se sa çmimi i miratuar nga era. Dhe ky është një problem shumë i madh. Është një abuzim shumë i madh që po ndodh në këtë qytet. Nuk e di në Vlorë, po këtu e kam verifikuar vetë. Janë 3 gjëra të thjeshta që unë mendoj që era duhet të ketë në vëmendje të saj. Faleminderit. Faleminderit.